Emigrimi, lumturia e hidhur. Unë jam pastor Sotiri, një emigrant si ju, dhe dua t'ju inkurajoj dhe bekoj nëpërmjet këtij emisioni çdo emigrant shqiptar që jeton në diasporë. Historia e njerëzimit është një histori e emigrimi. Por a ka një udhëzues për jetën e emigrim? Pse kemi mall për njerëzit dhe të afërmit tanë? Këto pyetje do të marrin përgjigje në një seri mesazhesh nga pastor Sotir Anagnosti. Të dielën në Radio 7 në orën 13 dhe 21. Përshëndetje miq të dashur, jemi së bashku në emisionin Emigrimi, lumturia e hidhur. Unë jam pastor Sotiri dhe jam së bashku me ju për të ndarë mesazhin për njerëzit tanë të afërm, për disa të rinj ose prindër të cilët kanë bërë zgjedhje të gabuara dhe sot ata vuajnë pasojat e zgjedhjeve të gabuara. Titulli i mesazhit për sot është Prangat e padukshme dhe liria që nuk ka mure. Çlirimi nga varësia dhe frika. Mendo pak për një moment. A je ndjen ndonjëherë se je i burgosur brenda vetes edhe kur ti je fizikisht i lirë? Ndoshta është frika që të mban të heshtur. Ndoshta ti ke një zakon të keq, një varësi ose faji që të robëron. Sot pra, së bashku do të flasim për prangat e padukshme dhe se si Zoti i thyen ato tek çdo zemër që beson tek Ai. Le të lutemi. O ati dashur, unë lutem sot për të gjithë të burgosurit, o Zot. Kërkoj që ti të jesh së bashku me ta. Ndoshta ata mendojnë tani jetën e tyre, o Zot, zgjedhjet dhe po vuajnë pasojat. Unë lutem për ta, që ti t'u japësh një fije shprese, o Zot, që ti nuk i ke braktisur dhe që nuk jam vetëm, ti je së bashku me ta dhe familjet e tyre, o Zot. Dhe ti mund të ndryshosh jetën e tyre, që ata të bëhen lajmëtarët e ungjillit të shpresës, o Zot, të lirisë, sepse unë kam parë të rinj dhe të reja të cilët janë çliruar, o Perëndi, kur isha në Athinë, o Zot. Se si ungjilli tënd i çliroi ata, sepse ungjilli tënd është fuqi për shpëtim, për të shpëtuar ata shpirtra që besojnë tek ti. Prandaj lutem që të hyj ky mesazh akoma dhe në ato institucione, o Zot, që njerëzit të dëgjojnë dhe familjarët të dëgjojnë dhe të inkurajojnë dhe të pranojnë ti si shpëtimtarin. Akoma dhe ti, Zotin Jezu Krisht, ishe në burg para se të krizonin. Vuajte atje, o Zot, ti që ishe pa mëkat për ne mëkatarët, ti që i hapet derën për në parajs një të burgosuri, i cili tha më kujto, o Zot, kur të shkosh në mbretërinë tënde, dhe ti premtove sot me mua ti do t'jesh në parajs. Prandaj lutem që ky mesazh të flasë në zemrat e tyre. Beko dhe Radio 7, o Zot, që na jep mundësinë të përqafojmë të gjithë, o Zot. Në emrin e Krishtit ne lutemi. Amen. Te letra e 2 e Korintasve, kapitulli 3, vargu 17 thot: Zoti është frymë, dhe ku është fryma e Zotit, atje ka liri. Te Psalmi 34, vargu 18 thot: Zoti është afër atyre që kanë zemrën të thyer dhe i shpëton ata që janë të rënduar në shpirt. Këto janë fjalë që na japin shpresë, akoma edhe kur ndjehemi të humbur, akoma kur mendojmë se jemi të robëruar. Shumë njerëz mendojnë se liria është vetëm çlirimi nga një burg fizik. Është të çlirohesh, por është ndryshe. Perëndia të jep një çlirim total, çlirim nga frika, nga ankthi, nga faji, nga varësitë, të cilat të mbajnë të robëruar. Cilat janë ato prangat e padukshme? Prangat e padukshme mund të jenë mendime dhe frikra që ne nuk i shohim por që i ndjejmë çdo ditë. Mund të jenë disa vese ose disa zakone që i kemi marrë nga shokët. Dhe Perëndia vjen që t'i thyej këto pranga. Dhe kur i thyen këto prangat e padukshme, ne i thyem në çastin që ne dorëzojmë jetën tonë, zemrën tonë Jezu Krishtit. Dhe dijeni këtë të dashurit e mi, ti që ndodhesh ndoshta i mbyllur në një qeli sot. Një shumë njerëz që kanë të afërmit të mbyllur në një qeli. Unë kam një mesazh
shpresëdhënës. Krishti nuk vjen për të gjikuar ti. Krishti vjen për të çliruar. Në Bibël kemi njerëz të cilët u burgosën. Kemi Jozefin i cili ishte i pafaj dhe u burgos që në moshë të re. Kemi më pas Danielin dhe shokët e tij. Kemi Jezusin para se të kryqëzohej e burgosën. E ran dhe e burgosën. Kemi Apostull Palin i cili u përndoq dhe u burgos për shkak të predikimit të Ungjillit të Krishtit. Por Apostull Pali gjeti forcën dhe lirinë e brendshme duke besuar tek Perëndia. Akoma edhe kur plagët edhe u sëmur atje brenda në burg. Edhe vuajtjet e ndihmonin që të mos dorëzohej, sepse tha te letra e 2 e Korinthëve kapitulli 12, Krishti është fuqia ime. Prandaj unë dua të them sot, miq i dashur, Zoti mund të thijë çdo prang, edhe kur duket e pamundur. Shikojmë që në burgjet tona ka shumë njerëz me probleme me varësi dhe humbje të shpresës. Kam qenë në disa raste që kam shoqëruar të afërm dhe në takimet e tyre njerëzit kishin humbur shpresën. Por një i burgosur ama e gjeti lirinë e brendshme kur ai filloi të lutej çdo ditë dhe të lexonte të studionte Biblën. Prandaj kërkon një Bibël atje brenda dhe fillo të lexosh, fillo të lutesh për veten tënde. Zot më trego, po kam mëkatuar, kam bën gabim, unë dua të kthehem tek ti, unë dua të çlirohem nga prangat e padukshme, unë i dorëzoj këto prangat e padukshme tek ti, më jep paqen dhe shpresën tënde. Unë dua të pyes sot, cilat janë prangat e tua të padukshme që ti duhet sot ti dorëzosh? Si do ta fillosh këtë rrugën e lirisë shpirtërore këtë javë? Dhe pyetja e tretë është, miq i dashur, a beson, miq i dashur, edhe juve gra, a besoni se Zoti ka fuqinë të thyejë çdo prang që ju mban të robëruar? Mos thuaj që jeta ime ishte një dështim, por sepse çdo dështim mund të jetë një fillim i ri. Çdo frikë që ke mund të zvendësohet me guximin. Çdo zakon i keq, vesi i keq mund të thyet me fuqinë e Zotit, sepse Krishti në kryq na shpëtoi nga dënimi i mëkatit dhe na dha fuqinë për të mundur mëkatin. Prandaj lejo fjalën e Zotit dhe frymën e Perëndis që të hyjë në zemrën tënde dhe të çlirojë. Miq i dashur, unë po të them sot që Zoti nuk haron asnjë. Ai është gjithmonë pranë, edhe kur ti ndihesh i vetmuar ose e vetmuar. Ai thyen çdo zinxhir, pavarësisht madhësisë së problemit ose dështimit. Ti sot mund të fillosh një jetë të re. Prandaj lutu, beso dhe hap zemrën tënde për të çliruar nga çdo frikë, nga çdo varësi dhe çdo faj. Eja te Krishti, ai të kupton. I thuaj, Zot Jezus, unë dua të jap jetën time sot në këtë ditë. Unë dua që të më kthesh nga një i burgosur për mëkatet e mia, të më kthesh një i burgosur për Krishtin, që të shpall ungjillin tënd me shokët e mi, me shoqet e mia këtu, dhe të shpall ungjillin në familjen time, që edhe ata të marrin shpresën. Prandaj më bën një krijesë të re. Ti mund ta bësh këtë lutje. Në qoftë se nuk di si të lutesh, atëherë lutu me fjalët dhe përsërit fjalët që do them unë në këtë lutje të shkurtër. Perëndia im, unë dorëzoj në duart e tua çdo prang që më mban të robëruar. Të lutem, lejo dhe lër dashurinë dhe fuqinë tënde që të më çliroj dhe të më japi paqen e vërtet. Unë jam mëkatar. Të lutem, më fal të gjitha mëkatet e mia, dhe unë e di, prandaj vuaj dhe pasojat. Unë sot dua të kthehem nga një armiku yt, të kthehem në fëmijën tënd. Më bëj pjesëtar të familjes tënde, sepse Zot, unë pendohem për të gjitha mëkatet dhe besoj në ty, besoj në veprën e birit tënd, Zotit Jezu Krisht, që vdiq në kryq për mëkatet e mia, dhe ti e ringjallë nga të vdekurit dhe sot është në qiell, dhe që do kthehet një ditë. Unë e kërkoj Zotin Jezus si Zot dhe shpëtimtar sot në jetën time. Unë të falenderoj për familjen time,
Të falemnderi që nuk më le vetëm dhe që më jep një shpresë të re. Në emrin e Jezu Krishtit lutem. Amen. Mik i dashur, kudo ku je, mos haro që nuk je vetëm. Jo vetëm familja tënde, por mbi të gjitha, krijuesi yt, shpëtimtari yt Jezus, është së bashku me ti. Fillo të lexosh jetën e heronjve të besimit, të cilët edhe ata kanë kaluar të njëjtat situata. Por ata kaluan situata për shkak të besimit të tyre tek Perëndia, po atje të gjesh vetveten. Dhe merr guximin dhe tregoj dhe të tjerëve. Dhe kërko gjithashtu aty që të kenë një studim biblik, të fillosh një studim biblik me predikuesit që vinë aty. Kërkoje këtë. Dhe ata do të vinë të shpjegojnë ungjillin dhe të ndihmojnë që të rritesh nga ana shpirtërore, që ti të bëhesh dhe një dëshimtar i Krishtit dhe ndjekës i Jezu Krishtit. Unë të bekoj kudo ku je, Zoti të jetë së bashku me ti. Mirupafshim në emisionet e ardhshëm. Siç bëjnë sot disa që kujtojnë kohën para viteve 90 dhe diktatorin që ishin më mirë atëherë, kështu thoshin edhe kur tempulli i qendërtuar para 70 vitesh ishte më i mirë, se edhe muri i Jeruzalemit ishte më i mirë. Por Nehemia ndërtoi për 52 ditë, sepse ishte nevojshme që të mbronte popullin e tij, tokën dhe vendin e tij. 52 ditë Perëndia i dha fuqi pra. Prandaj duhet edhe neve të bashkohemi për të ndihmuar të prekurit. Si mund ta kthejmë pra dhimbjen në veprim të ndihmojmë familjen, komunitetin dhe vetveten? Për të na duhet një partner i fuqishëm, dhe ky partner i fuqishëm besoj është Perëndia. Ne nuk mund të rindërtojmë vetëm me fuqinë tonë. Perëndia na premton që do të jetë së bashku me neve. Prandaj kur gjithçka është bën hi, ne duhet të kemi besim dhe të lutemi që Zoti na mbajë të fortë. Kur Izraeli doli nga Egjipti, toka ishte shkatëruar, por Zoti i drejtoi drejt tokës së premtuar. Vet biri i Perëndis, Zoti Jezu Krisht tha: "Shkatërrojeni këtë tempull dhe unë do ta rindërtoj përsëri pas 3 ditësh." Dhe kishte fjalën për trupin, për një njeri që është i rilindur. Tempulli i Zotit janë të gjithë besimtarët që besojnë tek Jezu Krishti pra. A jemi gati të pranojmë Zotin si partnerin ton në çdo rindërtim, qoftë shpirtëror dhe fizik? Prandaj dhe hiri është një mundësi për që të reflektojmë, për të kuptuar më mirë veten dhe botën. Çdo humbje, akoma dhe humbje shpirtërore, mund të kthehen në bekim nëse ne nuk e humbasim besimin. Sepse vuajtjet e tanishme na sjellin një lavdi të përjeshme që te i kalon çdo vështirësi, na thot apostulli Pauli te letra e 2 te Korintasve kapitulli 4 vargu 17. Si mund ta kthesh ti hirin tënd të tanishëm në një bekim të përjetshëm? Beso tek Jezusi. Akoma s'ka mbaruar. Ai është aty. Ai është miku tënd besnik. Eja te Krishti. Ai mund të kthejë dhe të transformojë gjithçka. Ai është poçari. Dhe ti je argjila dhe mund të rindërtoj përsëri pjesët e jetës tënde të cilat janë thyer ose janë dëmtuar. Le të lutem. O Zoti i dashur, ne të kërkojmë ty, akoma dhe në situata kur gjithçka duket se është bërë hi. Na jep shpresë dhe guxim, o Zot, që të rindërtojmë. Jo vetëm në gjërat materiale, por edhe ato shpirtërore, siç janë marrëdhëniet, shpresa dhe shpirti ynë, o Zot. Na mëso që të shikojmë hirin si një mundësi që të mësojmë dhe të shndrojmë çdo humbje në bekim. Na bëj bashkë si një trup që së bashku të mund të rindërtojmë si Nehemia çdo mur të shkatëruar, çdo marrëdhënie të thyer dhe çdo shpresë të humbur. Unë të gjitha këto t'i kërkoj në emrin e Zotit ton Jezu Krisht. Amen. Mi të dashur, mos haro, nuk je vetëm. Merre Zotin sot. Merre si një partner në jetën tënde, si një partner që do ndihmoj në hallet, në problemet e tua, sepse ai mund të kthejë çdo humbje në shpresë. Çdo i mund ta përdori dhe ta kthejë në një fillim të ri. Le ta kthejmë pra humbjen dhe dhimbjen në një shpresë dhe në një bekim. Unë ju bekoj kudo ku jeni. Zoti të jetë së bashku me ju kudo ku jeni. Mirupafshim në emisionet e ardhshme.
Shpresojmë që t'jeni inkurajuar nga mesazhi i sotëm. Nëse dëshironi më shumë informacion për besimin, dëshironi një Bibël apo po kërkoni një kishë lokale në vendin ku jetoni, mos nguroni të na kontaktoni në adresën info@radiovis7.net ose na telefononi në numrin 068 60 47 511. Gjithashtu na kontaktoni në rrjetet sociale, Facebook dhe Instagram me emrin Radio 7 Albania. Deri herën e ardhshme, bashk mirodëgjofshëm. Emigrimi, lumturia e hidhur. Unë jam pastor Sotiri, një emigrant si ju, dhe dua t'ju inkurajoj dhe bekoj nëpërmjet këtij emisioni çdo emigrant shqiptar që jeton në diasporë. Historia e njerëzimit është një histori e emigrimi, por a ka një udhëzues për jetën e emigrim? Pse kemi mall për njerëzit dhe të afërmit tanë? Këto pyetje do të marrin përgjigje në një seri mesazhesh nga pastor Sotir Anagnosti. Të dielën në Radio 7 në orën 13 dhe 21.